Ministrja në detyrë e ekonomisë Artane Rizvanolli ka deklaruar pasurinë e saj në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit për vitin 2025 dhe ajo çka bie në sy është shuma e lartë e parave kesh që ajo ka në posedim, kryesisht në llogari bankare, por edhe pronat e saj personale. E gjithë kjo ka ngjallur reagime dhe diskutime në opinionin publik për shkak të pasurisë së konsiderueshme që ka grumbulluar një zyrtare e lartë e shtetit të Kosovës. Sipas deklarimit të pasurisë, Rizvanolli posedon një banesë me vlerë prej 66.000 euro, e cila sipas saj është dhuratë nga prindërit. Kjo banesë përfaqëson një nga asetet e paluajtshme të ministres, por nuk është pjesa më e madhe e pasurisë së saj. Ajo që bën deklarimin e saj të pasurisë të veçantë është fakti se Rizvanolli ka të deklaruara rreth 200.000 euro para të gatshme në banka. Prej tyre, 190.000 euro i ka të depozituara në një bankë në Kosovë, ndërsa një shumë tjetër, disa mijëra pound, i mban në një bankë në Mbretërinë e Bashkuar. Sipas deklaratës, këto mjete janë të gjitha në emrin e saj personal, pa përfshirë të ardhurat apo pasurinë e bashkëshortit. Në deklarim, Rizvanolli ka përfshirë gjithashtu një veturë të tipit Renault me vlerë prej 16.000 euro, e cila është blerë nga kursimet personale. Sipas saj, kjo veturë nuk është blerë kohët e fundit, por është një aset që ka qenë pjesë e pasurisë së saj prej disa vitesh. Në këtë deklaratë, Rizvanolli nuk ka përfshirë ndonjë pasuri tjetër të paluajtshme, investime në aksione apo biznese dhe as ndonjë borxh financiar. Gjithashtu nuk janë përfshirë të dhëna për pasurinë e bashkëshortit të saj, duke lënë të hapur mundësinë që pasuria familjare të jetë edhe më e madhe. Pasuria raportuar nga Rizvanolli ka ngjallur reagime të ndryshme në mediat sociale. Disa qytetarë kanë shprehur habi për faktin se një zyrtare e lartë e qeverisë mund të ketë kursime kaq të mëdha, ndërsa të tjerë kanë kërkuar më shumë transparencë dhe hetim të burimeve të këtyre të ardhurave. Nga ana tjetër, për krahasit e saj argumentojnë se Rizvanolli është një profesioniste me përvojë të gjatë akademike të ndërkombëtare dhe se kursimet e saj mund të jenë rezultati i punës jashtë vendit, projekteve ndërkombëtare dhe pozicioneve të mëhershme që ka mbajtur para se të hynte politikës. Në fund të deklaratës nuk ka të dhëna për të hyrat mujore ose vjetore të Rizvanollit, që do të mund të ndihmonin në kuptimin më të mirë të mënyrës së akumulimit të kësaj pasurie. Rasti i Rizvanollit është një nga shumë të tillë që po vjen në qendër të vëmendjes, ndërkohë që kërkesa për reforma më të thella në sistemin e deklarimit dhe kontrollit të pasurisë sa vijnë shtohen. Përkundër reagimeve, vetë Rizvanolli nuk ka dhënë ende një koment publik për këtë çështje,